Të nderuara familje Xhemali, familje të dëshmorëve, invalid e veteran të ushtrisë shqirimtare të Kosovës, udhëheqës e përfaqësues të komunës së Ferizajt, lidership politike e institucional, bashkëqytetar të dashur, zonja dhe zotëri. Këtë të hënë të 24 marsit, dhimbja ka kapluar secilin nga ne. Në këtë sallë e përtej saj është ky morti i heroinës, nënës së lavdis e sakrificës nanës Fatime. Në ndërim të jetës së saj, sakrificë plot, ju ftoj në 1 minutë ndërim. Lavdi. Lukja Fatime ishte përtej një gruaje të zakonshme. Ajo ishte zemra që rrite për atë, shtylla që qëndroje pa lëkundur përballë stuhive më të rënda. Një nën që sakrifikoi çdo gjë për idealin më të madh, lirinë e këtij vendi. Në sytë e saj nuk kishte frikë, kishte vetëm vendosmëri. Me çdo hap të saj, ajo ndërtonte themelet e një qëndrese që as armët e as terrori nuk mundën të thyenin. Me mendjen e ndritur dhe duart e palodhura, në Lukja Fatime, i rriti djemt dhe vajzat e saj me dashuri të pamatshme dhe me një qëllim të vetëm, që një ditë ata të qëndrojnë të fortë, betinitet dhe të gatshëm për t'i dalë Zot atë dhejot. Në çdo ditë të jetës së saj, ajo mbeti shtylla e shtëpisë dhe zemra e familjes, por edhe një grua që është ndroi vatrën e saj në një bastion të rezistencës, një kështjell që sfidonte dhunën dhe pushtuesit serb. Në Lukja Fatime nuk u dorëzua askur shtëpia e saj u bastis 10 herë. Askur bijt dhe bijat e saj arrestoheshin nga forcat serbe. Dhe askur ajo vet u hodh prapa hekurave. Ajo qëndroi krenare, me kokën lartë, sepse besonte te liria dhe te e drejta e patjetërsueshme e këtij kombi për të jetuar i lirë. Ajo ishte simbol i nënës shqiptare, një flamur i pashuar që valvitej në heshtje. Ajo ishte shembulli i gruas shqiptare që nuk e përkul para dhunës, që nuk dorëzohet para tiranisë dhe që jeton e priste vdekjen me krenari e me dignitet. Në Lukja Fatime, mbylli sytë në moshën 90 vjeçare, duke lënë pas një amanet të shenjtë, bashkimin kombëtar. Sakrifica e saj dhe dashuria për atë dheun do të mbeten pishtar për brezat që do vinë. Nëna Fatime, gjithë jetën e saj e shkriu bashkë me sakrificat e familjes, me fëmijët e saj, për Kosovën, për lirinë e saj. Ajo nuk u dorëzua asnjëherë. Ajo nuk u trand, askur e keqja ishte gjithnjë më pranë saj e familjes së saj. Ishte kjo heroina Fatime Xhemali. Është kjo figura e gruas që frymëzon ndër ne e historinë tonë të lavdishme për liri. Zonja dhe zotrin të nderuar pranishëm. Kjo mbledhje komemorative organizohet në përkujdesin e veçantë të kryetarit të komunës së Ferizajt, Agi Mariu, në emër të kryetarit të komunës Agi Mariu, i cili gjendet në udhëtim zyrtar jashtë vendit, ftoj para jush për një fjalë rasti drejtoni komunal, zotin Afrim Plavjani. Respektuara familje Xhemali,
familjarë të dëshmorëve, veteran, invalid të ushtërisë shqiptare të Kosovës, ishte të burgosur politik, veprimtar të çështjes kombëtare, drejtar të drejtorive komunale, përfaqësues të institucioneve qendrore e lokale, zonja dhe zotëri. Kjo datë e 24 marsit, datë që paraqet një kapitull të rëndësishëm historie për Kosovën, qelë sot me komemoracion për nënën heroin, për fisnikën qendrësare, nënën Fatime, të cilës po japmi lam të mirën e fundit. Nëna Fatime ishte shembull me kuptim plot, mëshirim i gjallë i nënës shqiptare, të lindur, rritur jetuar gjithë jetën me sakrificat e panumëta, me sezona e vuajtje që skaletën gjithë sfondin e jetës së saj. Nëna Fatime është nëna e lirisë, nëna që rriti shtatin e djemve e vashave të Talzotës për t'ja falur Kosovës, për t'ja dhënë lirisë së saj. Ajo e dha shumë Kosovës, mbi të gjitha, dha shembullin e një gruaje të pamboshtur në historitë e jetës, në rrëbeshët e historisë, të cilat i barti mbi supe trimërisht me bijat e saj. Nëna Fatime i dha Ferizajt e Kosovës kryetarin Bajrosh Xhamajli, veprimtarët, deputetët, artistët, gazetarët, bijat e saj. Vdekjen, vuajtjen, robrin e fatkeqësit për të dhe familjen i përbuzi nëna Fatime. Ajo besonte tek liria, ajo kishte lidhur fatin e saj dhe fëmijëve të saj me fatin e Kosovës. Sot, kur pi japmi lam të mirën e fundit me sytë e njohur nga loti i dhimbjes, jemi krenar që e njohim. Nga ajo marrëm frymëzimin, nga familja e saj marrëm shembullin e përpjekjes më të lavdishme për liri. Ne dhe brezat që të vinë pas, kemi shtigje të hapura, kemi horizontet e qarta, kemi lirinë që sot e jetojmë, fal saj, fal nënave të tilla, fal qendresës që shquajti gruan shqiptare në shekuj, fal bijave që rrëtën këto heroina për t'i sjellë brezat e lirisë përjetësisht Kosovës. Zonja dhe zotëri. Kjo mbledhje komemorative organizohet në përkujdesin e veçantë të kryetarit të komunës së Ferizajt, Agim Aliu, i cili gjendet jashtë vendit në një udhëtim zyrtar, e ku me lejoni që në vazhdim të sjelli edhe telegramin e ngushëllimit të kryetarit të komunës për nënën Fatime dhe familjen Xhamajli. Me dhimbje pikëllim, mora lajmin për ndarjen nga jeta të nënës simbol të qendresës, sakrificës atë dashurisë, nënës Fatime Xhamajli. Nëna Fatime i dha Kosovës veprimtarët nga më të dalluarit të çështjes kombëtare, adëtarët sy patrembur. I dha Kosovës Bajrosh Xhamajlin, Mustafën, Emrushin, Çamilin, Mufailin, Nazifën e Lumnien. Secilin nga ta emra të përveçëm, të skalitur përjetësisht me kontributin e tyre në historinë e themelit e lirisë së Kosovës. Kontribut plot e lavdi plot për të sotmen që gëzojmë si shtet e si shoqëri. Nëna Fatime qëndroi palekundur përballë sakrificave të panumërta për dekada, heroin e shëndëtyra me fisnike e nënës shqiptare. Padyshim, fjalët nuk kanë forcën të shprehë dhimbjen e pikëllimin, por se jeta e nënës Fatime e përkufizon vetat, nën të sakrificës, nën të qendresës, nën të lirisë së Kosovës. Ngushëllimet e sinqerta familjes Xhamajli, bashkëveprimtare, miqve e të gjithëve të njohur të njerëz, u pret në parajs shpirti i saj i bardhë. Ju falenderit. Ftoj adëtarin e shquar nga Kaçaniku, zotin Berat Jusha, për të mbajtur një fjalë të shkurtër në kujtim të jetës dhe veprës së nënës Fatime Xhamajli. E dashur familja Xhamajli, të dashur shok, miq, bashkëkombës nga do që vini. Ndje morëm lajmin e dhimbshëm për vdekjen e nënës Fatime. Sot jemi mbledhur t'ia japim lam të mirën e fundit kësaj nëne të jashtëzakonshme, shembullore, fisnike e adhetare. Me këtë rast i bashkohemi dhimbjes së madhe të familjes dhe përulemi me pietet para jetës dhe veprës së saj, para sakrificës, qendresës e dashurisë së saj për lirinë dhe për adhërinë. Nëna Fatime, nëna Fatime Xhamajli, ishte një nën e përkushtuar, një simbol i qendresës dhe e rezistencës kombëtare,
një jetë në shërbim të familjes, të shoqërisë dhe të lirisë, frymëzuese e fëmijëve të saj për të vazhduar rrugtimin drejt lirisë. Ajo lindi dhe rriti trima të rimreshëm për Kosovën, duke u vënë edhe vetë në shërbim të atëdheut dhe të lirisë. Me mundime sakrifisa i edukoi dhe i arsimoi fëmijët e saj dhe për herë ngallnjohu në misionin e saj fisnik, njerëzor e adhëtar. Ajo e deshi Kosovën me tërë qenien dhe këtë dashuri e përqoi të fëmijët e saj, të familja saj. Të gjithë fëmijët e saj, 5 djemë e 2 vajza, bashkë me nënën, kanë esur pandalur në rrugën e lirisë, e shtruar me gjëmba, po në drejtimin e duhur, në drejtimin e lirisë. Dhe sot, nën Fatimja, ndahen nga familja saj e madhe, të cilën vetë e krijoi. Familjen e saj e ka lënë plot, jo vetëm me bijt e bijat e saj, por edhe me niprit e mbesat, mbas edhe me stërnipat e stërmbesat e saj. E lindur në një familje adhëtare, i ati saj kishte rënë në betejën e Kikës në luftë me ardhrit qetnike që donin ta ripushtonin Kosovën e lodhur nga vujtit. Mbase nga i ati nëna fakt u burmos me ideale adhëtare e liridashëse, duke u bërë balë vujtjeve rreziqeve të shumta, sepse ishte e fortë, e urtë, e gatshme për sakrificë. Zemrën plot dhembje, por shpirtin të palëkundur, si e tillë qëndroi në gëzim e hidhrime për krah fëmijëve të saj, duke i mbështetur në rrugën e tyre, duke i frymëzuar me guximin e saj. E tillë ishte dhe gjatë netëve të errta të veprimtarisë ilegale, kur ajo ishte strehë e sigurt dhe kur mbetej e pa gjumë në roje të atyre që punonin për liri. Nëna fort nuk ishte thjesht një nënë e përkushtuar, ajo ishte një simbol i qëndresës kombëtare, një grua e një nënë që e çoi jetën në shërbim të familjes e të shoqërisë. E pathyeshme dhe prore pa përkullur ishte dhe kur korbat e zi ja merrnin zogjet nga qerdheja e saj ngrohtë, edhe kur mori lajmin e kopshëm për rënien e nipave të saj, të dashur Gurseli dhe Bajrami. Ja doli ta mundte dhembjen të qëndronte fortunave që frynin gjithandej, rreth saj e rreth fëmijëve të saj. Madje nuk epej as kur e merrnin në të quajtura biseda informative, duke kërkuar nga ajo armë e duke e pyetur për zësht e saj. Ku i ke, zhbëjmë? Jo, nuk u dha as nga trysnia psiqike, as nga torturat fizike, sepse ajo shembëllen në një mine peza e kohës sonë. Vetëm ajo e di se si përjetoi vitet e gjata të fëmijëve të saj në përbuzje, vetëm ajo e di se si digje e shpirti i saj për vujtjet e flijimet e fëmijëve të saj, por nuk më dyshej. Përkundrazi i mësonte prore se si ta duan edhe më shumë lirinë dhe shqiptarinë. Dhe kur ishte më së vështirë, ajo gjente dhe jepte shpresë për jetë. Nën Fatimja, 90 vjeçare, me të shoqin Muharremin, që i shkoi herët dhe e la të vetme, e krijoi një familje të mrekullueshme, jo vetëm për vete, por për tërë Shqipërinë. Në krah të djemve vajzave të saj u rreshtua dhe ajo, duke dhënë shembull të urtisë, të qëndresës e të heroizmit të nënës shqiptare, përballë presionit fashist të regjimit huaj. Ishte udhërrëfyese dhe burim i forcës dhe i dashurisë për fëmijët e kombin në tërësi.
Madje dha një kontribut të çmuar edhe për luftën e ushtrisë qëllimtare kombëtare. Shtëpia e saj ishte si një stacion pushimi për pritjen, për sjelljen e stërhimin e luftarëve të lirisë. Nën Fatimja, kjo nën e madhe, kjo lok e madhe, do të mbetet në kujtesën tonë, të familjes, të shoqërisë, të farefisit, të dashamirëve, të gjithë atyre që e njohin apo që kishin mësuar për të. Madje do të mbetet edhe në kujtesën e kombit si një nën virtuoze e cila eci me krenari rrugës së bijve e bijave të saj. Sot, kur po ndahemi fizikisht nga nëna fat, nuk do të harrojmë, do të kujtojmë me nder e respekt për gjithnjë. Ajo nuk ishte nën vetëm e Mustafës, e Bajrushit, e Mrushit, Nazifës, Qamilit, Mifailit, Lumnis. Ishte nën shpirtërore edhe jonë, e tërë shoqërisë, e cila do të mbetet një nën e pavdekshme, një nën frymëzuese, një nën e madhe e Shqipërisë lirë. Lavdi jetës dhe veprës së nënës Fatime. Tani ftoj mikun e familjes Xhemali, atëtarin e madh, njërin nga themeluesit e UÇK-s, nga Zajazi i Maqedonisë së Veriut, zotin Ali Ahmeti, për një fjalë rasti. Vëllezër e motra, dashur bashkëpunëtar, bashkëluftar, invalid luftës, familje të dëshmorëve, dashura familje Xhemali, bi dhe bija të nënës Fatime, një për mbesa të nënës Fatime. Nën Fatimja është simbol i nënës heroin, i nënës shqiptare, është simbol i sakrificës kuptim plot, se si duhet organizuar dhe qëndruar me shembullin e vet personal. Nën Fatimja nuk ka qenë hekur e gur e të mos ketë dhimbshuri e ndjenja, por me vetdije e ndërgjegjshme plotësisht se pa sakrificë nuk fitohet liria. Të tërë dhimbshuritë, të tërë ato që ka përjetuar ato në jetë, e para duke shëtitur tërë burgjeve të Jugosllavisë, duke përjetuar lloj-lloj provokacionesh, duke përjetuar hetime e torturime, psikologjike e fizike, për veprimtarinë e qëndrueshmërinë e djemve dhe të bijave. Vetëm një grusht dhe nga vemprehja e saj, dhe po të shtrydhet fort, ai grusht dhe do të pikoj të gjitha fshehësitë dhe mshurisë shpirtërore të saj, për një nane, e cila ishte shembull frymëzimi e mosdorëzimi. Ajo vazhdoi e papërkullur në mbarimin e luftës në Kosovë, vazhdoi dhe u shndrua në një kazernë në Komollav me disiplinë më të fortë dhe se ushtarakët. Jo vetëm vend strehim Basalok, por ajo ishte roje dhe organizatore për tërë mjetet e luftës, me 1 ton tonelata ka qenë
dhe ajo roje u ka bërë dhe organizim u ka bërë. Lavdi, nën Fatime, e përjetshme. Nona Fatime ishte nona të gjithë bijve dhe që të shën lirin, që Kosovës i falën vitet e rinis, vuajtjen e sakrificët i bartën mbi kuriz, për të luftuar më pas jetuar e forcuar Kosovën e lirë. Para jush në emër të shokëve, bashkë të frimtarët dhe tarë, ftoj para jush deputetin e Kuvendit Republikës Kosovës, zotin Elmer Reqica. E nderuara familje Xhemajli, të dashura familje të dëshmorëve, invalid dhe veteran të ushtrisë-shqiptare të Kosovës, bashkëpunëtarë të respektuar, drejtues e përfaqësues të institucioneve të shtetit, kolegë deputet, institucione komunale të dashur qytetarë, zonja dhe zotërinj. Një dhimbje e madhe në mbodhi, një pikëllim i thellë për lamtomirën me heroinën nënën e bashkëpunëtarëve tanë dhe tarë, nënës Fatime. Është e madhe pesha e pikëllimit dhe dhembjes që rëndon në zemrat tona, ku sytë e zemrat lëtojnë e fjalët nuk mund të përshkruajnë zbrastrinë që ndjejmë për kalimin në amshim të nënës Fatime. Lukja e adhetarëve të paepur të qeshjes kombëtarëve, shërimtarëve, shtetarëve, mbylli sytë për gjithmonë. Zemra e saj pushoi së rrahuri, krenare për çfarë i dha Kosovës, lavdi plote në gjithë jetën e saj, e palëkundur para sakrificave që për dekada skaletën jetën e saj dhe familjes së saj. Lukja lindi bijt e bijat që Kosovës i falen më të kristalta ndjenja detare. Qeverisë e Kosovës i falen një mësinë e rinisë, a i dha Kosovës familjen e saj, mbi supët, vuajtjet dhe përpjekjet sakrificë plota të së cilëve zuri fill e ngriti shtatin liria e Kosovës. Mustafa përgjithsashtu, Bajrush, Emrush, Nazife, Qamil, Mufail e Lunia. Lukja iku krenare, e butësirë si gjithmonë, e dashur për herë, për ëndrën e liri që shijoj, për frytet e sakrificës të fëmijëve e saj që përjetoj. Lukën e njohëm të gjithë ne, shokët e bijve të saj. Ishte gjithë një streje ngrohtë, butëqeshja e mikpritja e saj, urësia e shquante në çdo fjalë të saj. Lukja ishte një lojtare e dalluar e qeshjes kombëtare, e cila së bashku me nonën Niv dhe shumë nëna tjera, kishte rrezikuar duke sakrifikuar veten me qëllim që të kryente veprime konkrete në interes të qeshjes kombëtare në të cilën besonte pafundësisht. Jeta plot sakrifica që në rinin e hershme të të bijve e bëri të palëkundshme, qëndrestare, përballë tiranisë, përballë prangave të robërisë, përballë vuajtjeve të më të dashurve të saj, para të keqes që në çdo lindje, diellje, ngrysje dite i kërcënoi familjes dhe kombit. Nga shumë momente që kam me Lukën, dua ta ndaj me ju një çështje dhe një moment. Në janarin e ftoftë e të largët të vitit 1984, kur Bajrushi dhe Nazifja ishin të burgosur, kur një betejë të ashpër me forcat policore dhe ushtarake heroikisht kishin rënë bashkëpunëtarët tanë Recep Malaj dhe Nuj Berisha, kur kishte pasur arrestime të shumta anë kënd trojeve shqiptare, po në atë muaj UDB-ja kishte tentuar të arrestante djalin e saj të madh, Mustafën, që e kishte dobësi, i cili e kishte nuhatur rrezikun dhe së bashku me vllaun e Mrushin kishin kaluar në ilegalitet të thellë. U takua me Xhabin Morinën, i cili dukshëm i shqetësuar më tha: Elmin, bëj çka të duash, por Mustafa dhe Mrushi domosdo duhet të dalin të sigurt jashtë rrezikut. Për ndryshe, nuk kemi ftyrë të takojmë Lukën, të cilës edhe ashtu se tepër më ju ka rënduar gjendja me Bajrushin,
e Nazifen e burgosur. E mora personalisht këtë çështje. Te e të rëndësishme dhe ndjeshme, por falë organizimit shumë të mirë që ne kishim nga Prishtina, e gjerë në gorizën italiane, arritëm që Mustafa Nemrushin dhe dy bashkëtar tonë, t'i nxjerrim shëndoshë mirë në perëndim. Ishte një lehtësim i madh se kishim bërë diçka për Gjabirin, për mua dhe bashkëtarët për Lokën. Lokën mund ta takonim ballhapur. Janë një nga ato momentet kur realisht ja kemi shkurtuar vuajtjet. Ishte ajo nona heroin që më shëroi sakrificën. Ishte ajo që gjithmonë dhe në çastet më të rënda të jetës rrezatoi fisnikëri, qëndresë dhe adhetashuri. Portreti i saj është portreti i heroinës, nënës shqiptare, fisnikës, biles shqipës, që asnjëherë nuk u dorëzua, nuk u step, por qëndroi gjithmonë në këmbë e stoike. Lokja është aty si kujtim e frymëzim ndërbreza, kur nesëm lëvizjen për shtlirim, Shqimin e Kosovës dhe Bashkim Kombëtar. Ishte aty përpara grilave të ftofta të burgjet dhe bijve dhe bijave për liri. Ishte aty në ballë të Vatrës, kur krismat e para të pushve në emblemën e ushtrisë shqiptare të Kosovës po lajmëronin lirinë. Lokja qëndroi stoike dhe e paepur kur mori lajmin e rënd që dy nga një prit e dashur të saj, heronjët tonë, Gurseli dhe Bajrami, gjatë luftimeve të ashpra, në jezesin legjendave, kishin rënë në altarin lëviz të vendit tonë, Kosovës sonë të dashur. Ishte aty kur Kosova u çlirua shpalli pavarësinë e saj, për të qenë në shkruesit e deklaratës së pavarësisë edhe bijtë e saj. Ajo është të jetë gjithmonë me ne, me shembullin e rrallë që la pas, me frymëzimin që mbolli ndërbreza, me lavdin që skaliti jetën e saj. Nana Fatime ka rënë për lehtësi, e përjetshme do të jetë ajo në faqet më krenare të historisë kombëtare, me qëndresën e sakrificën e saj. Për Lokën, mërzia përshon rënd tek secili nga ne. Ne që ushqyem me bukë nga burtë e saj, ne që me bitë e saj e ndam burgun e robërisë dhe istikamet në luftë për liri, ne që përpjekjet tona patëm gjithmonë bekimin e saj, për idealin që ajo rriti djemtë e vashat e saj, të zotës bashkë me shoh për Kosovën e lirë. Lantumir Loke, Lantumir heroin Nana Fatime, qëndrestare e paepur, shembulltyr e adhetashmërisë, shpirti yt ndriçohet përjetësisht në qiellin e Kosovës. Kosovës, secili i fale bijtë tu trimnesh. Ngushtime më të sinqerta familjes Xhemali, bashkëpunëtorëve, miqve e të gjithë të njohurëve të familjes. Nënës Fatime i qoftë i lehtë dhe eu i Kosovës. Lavdi e përjetshme. Faleminderit miku im për informacionin që sonë. Një jetë për plot sakrifica, një jetë vuajtje pa asnjë dorëzim. Kjo është nëna e shqiptarisë, Nana Fatime, për cilën për të evokuar kujtimet ftoj para jush mikun e familjes, adhetarin e shquar nga Kosova Lindore, zotin Hril Selimi, për të mbajtur fjalën e rastit. Nderim, jam të merës deri në përullje për nënën Fatime, vdekjen e të cilës nuk dua të besoj. Sot, pas një rrugtimi jetësor gati gjysmë shekullor, sa të vështirë, paqe dhe rejk, e të lavdeshëm, po japim lavdëmirën e fundit një gruaje unike, një nënë të madhe, nënës e epokave, nën Lokës Fatime, nën që la gjurë në historie në të kaluarën tonë të lavdeshme, në të sotme në lirë dhe në të nesërmen si dritrim i lirisë përjetësisht. Nën që përmes lindjes, rritjes, edukimit dhe frymëzimit, përpjekjes dhe veprimtarisë,
luftës së pandalshme për liri, bashkë me bitë dhe bijat e saj, Mustafën, Bajrushin, Emrushin, Nazifën, Qamilin, Mufailin dhe Lunien, arriti deri te Kosova jonë Republikë dhe e lirë. Nëna Fatime, ja vetëm si nënë e fëmijëve të saj, që i rriti, përgatiti dhe i kaliti në vështërsi, por edhe jo priu në këtë rrugtim lirie, se te kalon epokat nga koha e robërisë në të lirisë. Por fjala ime sot këtu, përshon edhe të veçantën e një porosie preshevare, mbetër akoma në këtë rrugtim lirie të vështirë padrejtësisht, e ndarë dhe ndaluar kombëtarisht, ku akoma protestohet festueshëm dhe përflamar edhe për liri edhe për barazi. Familja emblematike e Xhemajlëve në krye me nënën Fatime ishte një familjarizim yni i veçantë i përkushtimit, i organizimit dhe veprimtarisë e luftës për liri, që te kalon për masat e një familje qyteti Akraine. Për të bërë dhe piknisja kultivimi fryma dhe frymëzimi jonë shkrimtar në vazhdimësi. Jo rastisht Ferizaj do të bëhet dhe piknisja veprimtarisë për shumë kë, edhe për mua sigurisht. Falë kësaj shtëpie të madhe të adhetarizmit dhe sidomos të pritjes me ngrohtësi e mbështetjes me sakrificë të nënlokës Fatime, si prej nënëje të veçantë të veprimtarisë. As ideet, as idealet, as kufet nuk në ndojnë, derisa të përbashkët i kemi nënat, si Lokja, dëshmorët dhe herojët. Dhe kudo që jetojmë si kam, amaneti i tyre mbetet përgjithësi e gjallë për çdo shqiptar. Prandaj Lokja nuk vdes kur, nuk jam ullën do të vdekja lavdi. Preve qetë në fat, në kulmin e kësaj lirie, që patën fatin e madh të përbashkët të bleto, lavdi për gjithmonë. Sakrifica e lavdia për liri mishrohet në emrin e saj, në emrin e familjes së saj. Andaj, në emër të familjes, jep fjalën zonjës Nazife Xhemajli, e bie e nënës Fatime, për të folur në emër të familjes. Të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi përkujtimor, jemi shumë mirënjohës ne familja Xhemajli, që së bashku sot këtu me ju ndajmë dhimbje dhe krenari njëkohësisht për nënën Fat, si që të rrisni shoqëria jonë e idealeve gjatë dekadave në okupim, që të përkujtojmë gjithë ato përpjekje, vuajtje e përballje titanike të gjitha nënave heroike të Kosovës. Në familjen tonë ishte nëna Fat, ajo e cila na rriti dhe edukoi që të përballemi me të padrejtën, kundër shtypjes dhe robërisë dhe me karakterin e saj të fortë dhe qëndrimin e saj të pathyeshëm përballë sfidave të panumërta që u bë frymëzim për ne. Ishte shumë e vështirë të qëndrosh vertikalisht për gjatë dekadave në betejë të përhershme me rrethonat shoqërore historike të Kosovës sonë të martirizuar në torturat psiqike e fizike të regjimit të egër serb që u përballë me një qëndresë stoike edhe nga nëna jonë. Në emër të familjes Xhemajli dhe në veçanti vëllaut tonë Mustafës, që për shkaqe shëndetësore nuk është sot këtu, ju falenderojmë që me praninë tuaj vlerësoni dhe nderoni përpjekjet dhe kontributin abdhetar të nënës sonë për çlirim nga pushtuesi serb. Këto momente dhimbje e krenarie të ndarjes fizike nga ne të lokës sonë, sigurisht që jemi të nderuar si familje që i ndajmë së bashku me ju. Faleminderit.
Të nderuar pranishëm, në fund të kësaj mbledhje komemorative, duke ju falendëruar për pjesëmarrjen secilin nga ju, ju njoftoj se varrimi i të ndjerës do bëhet sot në orën 13 në fshatin Komovllav, në varrezat e reja të lagjes Tafariej, ngjitur me fshatin Ngërlic. Edhe njerë ngushëllim e familjes Xhemali, lavdi e përjetësi në anës matë.